Një ditë e rëndësishme është shënuar sot për komunën e Gjakovës dhe rajonin e Hasit me përurimin zyrtar të urës së re në Rogov. Një projekt ky i shumë pritur nga banorët lokal që tashmë është bërë realitet. Kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti së bashku me zëvendësministrat Hysén Durmishi dhe Jeton Raka, si dhe përfaqësues të pushtetit lokal, morën pjesë në ceremoninë zyrtare të inaugurimit. Ky projekt i rëndësishëm infrastrukturor, i cili kishte nisur ndërtimin në prill të vitit të kaluar, është përmbyllur me sukses dhe tashmë është funksional për qarkullim. Ura e re ka një gjatësi prej 134 metrash dhe një gjerësi prej 10 metrash, ndërsa investimi total ka vlerën afro 1 milion euro. Ajo ka lënë mbi Lumindrin duke bërë këtë urë një nyje strategjike që lidh rajonin e Hasit me magjistralen Prizren-Gjakov, një aks i rëndësishëm për lëvizjen e lirë dhe zhvillimin ekonomik të kësaj zone. Gjatë fjalës së tij në ceremoni, kryeministri Kurti theksoi rëndësinë e këtij projekti për banorët e këtij rajoni. Kjo urë nuk është thjesht një strukturë prej betoni dhe çeliku, ajo është simbol i përkushtimit ton për zhvillimin e qëndrueshëm dhe për mirësimin e infrastrukturës publike. Kjo urë ofron siguri, lëvizje më të lehtë dhe ndërlidhje më të mirë për gjithë banorët e kësaj ane. Projekti u realizua në bashkëpunim të ngushtë ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Komunës së Gjakovës. Zëvendësministri i Infrastrukturës Hysén Durmishi u shpreh se përmirësimi i infrastrukturës rrugore në zonat rurale është prioritet për qeverinë Kurti dhe se ndërtimi i urës në Rogov është dëshmi konkrete e këtij angazhimi. Banorët e Rogovës dhe zonës përreth të pranishëm në përurim shprehen kënaqësinë e tyre për këtë investim të shumëpritur. Kjo urë është jetike për ne. Prej vitesh kemi pasur vështirësi për ta kaluar lumin, veçanërisht gjatë stinëve të vështira. Tani më në fund kemi një zgjidhje të qëndrueshme, tha një banor i Rogovës. Përurimi i urës së re në Rogov përbën një hap të madh drejt modernizimit të infrastrukturës në rajon dhe një kontribut të drejt për zhvillimin ekonomik, social dhe lidhjen e komuniteteve lokale. Kjo iniciativë është pjesë e strategjisë më të gjerë të qeverisë për të investuar në zonat që për shumë kohë kanë qenë të lëna pas dore, duke ndërtuar ura jo vetëm fizike, por dhe bashkëpunimi e përparimi. Ura në Rogov do të shërbejë jo vetëm si një kanal komunikimi, por edhe si simboli një vizioni më të madh për zhvillimin e barabartë të gjithë rajoneve të Kosovës.